Pyet e mohuesin. Çfarë thua në lidhje me një anije që noton në lumë? Duke qenë e projektuar në formën më të mirë, dhe duke qenë e pajisur me mjetet më të sofistikuara, duke pasur të përcaktuar çdo gjë në masën e duhur dhe në mënyrën më të mirë, saqë nuk mund të vërehet në të asnjë emet, as në materialin e saj dhe as në pamjen. Kjo gjithësi është në formën e një kopshti madhështor, ku gjenden të gjitha llojet e të mbjellave dhe frutave që plotësojnë nevojat e njeriut. Ky kopësht e ka dikë që kujdeset për të, e mbikëqyr, përmirëson dhe i kryen çdo shërbim të nevojshëm, duke mos ngelur vend për të meta. Më pas, kur vjen koha e të korrurave, i ndan ato sipas vlerës dhe nevojës që njerëzit kanë për to, duke i dhënë çdo kujt atë që i përshtatet. A mund të jetë e gjitha kjo rastësisht, pa një krijues që ka bërë këtë zgjedhje? A mund të jetë ekzistenca e anijes dhe e kopshtit rastësisht, pa një veprues, mbikëqyrës, rregullues? Çfarë të thot logjika në lidhje me këtë? Çfarë përgjigje të jep? Dhe drejt çfarë gjëje të orienton? Është nga urtësia e Zotit, Krenarit, të urtit, që ka krijuar zemra të verbëra që nuk vërejnë të vërtetën dhe që nuk janë në gjendje t'i shohin këto argumenta të qarta dhe të prera, përveç se me shikimin e qenies së gjallë siç bëjnë shtazët. Mbaroi fjalën e tij Ibn Qayyim el-Jauziye.